Kosova ndalon importin e mishit të pulës nga Brazili. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka njoftuar se nga 20 maj ka ndaluar përkohësisht importin e të gjitha produkteve të mishit dhe produkteve tjera të shpendëve nga Brazili. Kjo masë është marrë si përgjigje ndaj shpërthimit të gripit të shpendëve H5N1 në një fermë komerciale në Rio Grande të Brazilit, i konfirmuar me 16 maj nga autoritetet braziliane. Ky vendim synon të mbrojë shëndetin publik të Kosovës dhe gjithashtu të parandalojë edhe shpërndarjen e kësaj sëmundje në territorin e Kosovës. Gripi i shpendëve është një sëmundje virale shumë ngjitse që prek shpendet dhe në raste të rralla mund të transmetohet edhe te njerëzit. Megjithse nuk ka prova që konsumimi i mishit apo vezëve të shpendëve mund të shkaktojë infeksion, mirëpo ndalimi i importit dhe një masë paraprake për të garantuar sigurinë ushqimore të qytetarëve. Ky vendim është në përputhje me praktikat ndërkombëtare dhe me një veprim të cilën e kanë vepruar edhe vende tjera. Përfshir Bashkimin Evropian, Kinën dhe vende të tjera të cilat kanë pezulluar importet e mishit të pulës nga Brazili pas konfirmimit të shpërthimit. Ndalimi do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë, gjithmonë bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimit nga Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë.